Mirëmëngjes, më keni kërkuar që unë të bëj një video çfarë bëj nga mëngjesi deri në darkë, do të thënë gjithë dita. Sot është ditë pushimi, është një ditë e diel, kështu që unë sapo jam ngritur, po bëj një make-up të lehtë dhe do t'ju marr me vete gjatë gjithë ditës time sot. Make-upin e thjeshtë e mbarova, tani le të vishemi dhe të rregullojmë dhe flokët. Ky është outfiti. Kam veshur një fustan të zik, të gjaketën, kapelet dhe tali. Se që pas kam sot një si vibe Parisi. Apo e kam gabim. Dolëm. Arritëm. Erdhëm tek Gjeko për brunch. Si ditë me shi, kjo është pamja ime preferuar, kohë e vranë. Sa nice. Erdhi kafja. Piadina, patate, sweet chili, guacamole. Ky sanduiqi me omlet ishte perfekte. Kishte bacon shumë të bollshëm, ishte plot me avokado, ishte super i mirë. Kemi ardhur për shopping, po nuk e dim çfarë zgjedhim. E blem diçka. Vazhdojmë. Në Megatek kanë ardhur festat. Oh, wow! O zoti i madh. This is cute. Kjo është risia mere në Megatek. Perfekte. Si ditë e diel, erdhëm të bëjmë pazar. Pushime. U lodhëm sot. Na ran këmbët. Sa po erdhëm në shtëpi, kështu mbaron dita ime. Kemi bërë pazare. Duket sikur është e diel dhe ti ç'lodhesh, por jo. Ti lodhesh më shumë. Dhe vazhdojmë t'ju tregojmë pak që kemi blerë. Djath lope grek, xhaxhik, proshut, gjalp, proshut pule, guda dhe ku është dhe krudoja e preferuara ime. Pizza capricciosa, realisht kjo firma ishte shumë e mirë se e kemi provuar edhe një herë më përpara. Dhe kjo me proshut. Këto patatet janë të preferuarat tona, janë kështu garlic me erza dhe janë shumë të mira. Një pako me kështu. Haha. Kush i mban mend këto? Shiko sa filxhani bukur. Do bëjmë një cappuccino, bëjmë këtë me milka. Si fillim marrim qumshtin dhe e fusim të ngrohet në mikroval. E hedhim sheqer, jo shumë të ëmbël, do t'i hedhim 2. Tani hedhim këtë
Dhe tani do ta trazoj me këtë. Gati ta provoj. Fascinating stuff. You a history fan? Not really. I just have this thing here and feel obligated to use it. Shumë e mirë ka dalë. Kjo ishte e gjithë dita ime, kështu që me këtë pamje duke parë një film natën. Bye.